keni në marketing e reklamat të përditshme, çmimin e kanë minimalisht dhe thuajse me 0 marjë të fitimit. Për shkak që 2-3 produkte, ata çdo herë i vendosin me marjë 0 të fitimit për me tërheq konsumatorin, me i sjell në rrjetet e tyre dhe me ushqit me qindra artikuj të tjerë, sepse aty e kanë fitimin. Keni pa shumë herë çmimin e bukës në shumë markete të rrjetet marketeve. Është për gjysmë më i lirë se sa në furrat e bukës dhe marketet e lagjeve, sepse kjo është orientim i tregut tret oligarkëve cilët i kemi quajtur bashkarisht atëherë si oligark. Sot po ju shërbeni edhe me ligje. Nëse ky ligj ja përcakton marrën në marketit lagjes, në trafikës, në marketit në fshat ku jetoni, ai për një muj ditë ka me falimentu. Ai s'ka me mujt me mbijetu, sepse 80% të qarkullimet e ka në këta artikuj. Kurse rrjetet e marketave as 1% nuk marrin pjesë. E dini çfarë fitimi kanë korporatat edhe çfarë fitimi kanë bizneset e vogla në vendin tonë. Merrni shikoni raportet e Bankës Qendrore rreth këtyre. 1% e bizneseve dhe korporatave kanë mbi 50% të fitimit total. 94% janë bizneset vogla që përbojnë rreth 20% të fitimit. Ju jeni të orientu tregun drejt oligarkëve dhe duke ndiku në mbylljen e bizneseve të vogla. Nëse keni vërtet qëllimin për me rregullu çmimin, me avlitsu jetën qytetarëve, sjellni këtu ligjin për tregtitë të brendshme. Ai është ligj që ja ndalon haraqin secilit prodhues, secilit distribues, secilit importues. Në alë një haraqin aty në çmimet në mënyrë automatike kanë më zbrit dhe ato, jo këto që po kërkoni, me 20-30% zbritje për shkak që është marzh, është haraq cilën ju vendosin. Ato e kontrollojnë 80% të tregut në Kosovë. Nuk mundeni me populizma e me angazhim. Sa serioze është, ministrja ka sjell ligjin për përcaktim të çmimit tavan, edhe nuk vjen në seancë, nuk vjen në sallë. Kaq serioze është, kaq emergjente është. Është ligj kundër konsumatorit, është ligj kundër bizneset vogla, është ligj për oligark. Është ligj që jeni tu i shërby atyne dhe jo atyre cilët ka nevojë edhe që krijojnë barazi në vendin tonë. Andaj diskutime të tilla, tu i vendos deputet se kishte na jemi krah i popullit e qytetarëve, tu ja zbrit çmimin e produkteve bazë, janë mashtrime, janë vendosje para një presionit psikologjik ndaj secilit deputet, se këto ligje kanë me ju shërby qytetarëve, këto janë ligje kundër qytetarëve, këto janë ligje kundër bizneseve të vogla, janë ligje cilat po i shtyni përpara oligark, korporatat e mëdha, kompanitë e mëdha. Shikoni sa është fitimi i bankave sot. Pse se sjellni një ligj që i rregullon këto gjëra? Vitin 2020 ka qenë 75 milion euro fitimi i bankave, vitin 2024 është 180 milion, dhe në bazë të trendit vitit 2025 do të jetë mbi 200 milion euro fitim. E keni trefishu fitimin e bankave, keni falimentu bizneset e vogla dhe i keni rrit korporatat e mëdha. Ky është orientimi i 4 vjet qeverisje, cilën jemi thirrë se është një qeverisje e majt, qeverisje që ka me pas barazi e drejtësi. Është e kundra, është qeverisje oligarkësh, kanë përfitu oligark, janë rrit bizneset e mëdha, korporatat dhe janë dëmtu bizneset e vogla, cilat po mbyllen çdo ditë e më shumë. Faleminderit. Tani e ka radhën zonja Lushaku Sadriu nga LDK. U provokova nga një diskutim i njërit prej deputetëve të juaj, edhe vërtet është paradoksale sot, me ardhjen në pushtet që 6 vjet e përmendni hala gjykatën kushtetuese që vjen marrë për një ligj që ka dalë antikushtetues, ka dalë që s'ka qenë harmoni me kushtetutën, i keni marrë rekomandimet dhe prej vitit 2023 nuk e keni sjellë këto. Po të kishte qëndru argumenti i deputetit Hyseni që ju keni ky ligj e rregullon e adreson krizën ekonomike, ka hallin e qytetarëve që përballen me krizën ekonomike, do duhej ta kishit sjell me njerë në 2023-ën. Po do me thamë, prej 2023-ës dhe në 2026-ën, ju se keni sjell asnjëherë, do me thamë, s'keni bashkë ndje asnjë krizë financiare që qytetarët tonë e kanë pas këto 3 vjet. Kështu që le të bëhet e qartë kjo, që ju se pas këtë bashkë ndje. Për ndryshe, për qytetarët duhet me qenë edhe e qartë që ata janë më njanu nga e drejtë